Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil khalqil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, thumma amma ba'd. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pasta dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, pas falënderimeve ndaj Zotit dhe salavateve mbi pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, njështu falenderojmë edhe hoxhën tonë, hoxhën e nderuar, hoxhën Imet, që ai realisht bëhet sebeb për këto ndejat përbashkëta. Lutim Zotin e Madh xhel xhelaluhu që ku ja qëllojna, inshallah se vapin e kena bashkarisht, ku gabojna, inshallah Allahu na fal gjithëve. Të nderuar xhamat, na jena në fund të Ramazanit dhe si do gjithmonë duhet mësimët të përshtatin me kohën, vendin dhe përshtatshmërinë ku jemi. Andaj do ndalemi sot me lejnë Allahu te bareke ve teala me disa prej mësimeve që duhet të nxjerrim nga fundi i Ramazanit. Nga se në fundna, duke e përcjell, Allahu e bof kabul këtë që ka kena bo për mundimeve tona, sakrificave, nëse nuk janë shumë, por janë përpjekje, sa do pak që të arrim kënaqësinë e Zotit te bareke ve teala. Për ndryshe, shumë njerëz para neve, sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ata kanë bërë vepra që na as nuk mundem të paramendu që kanë bërë. Por këtë arsye ne gjithmonë kur i përmendim ata, gjithmonë e shoqërojnë, thonë ka thënë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Ka thënë Omeri radhiyallahu anhu. Kur vdesë njëri prej neve nuk i thënë radhiyallahu anhu, po i thënë Allah e falt, Allah e mëshiron. Po këtë arsye të ndalim sot me lein Allahu te bareke ve teala disa prej pikave të cilat ndoshta shërbejnë për neve si mësime që dalim nga ky Ramazan me diçka e cila na shërben edhe pas Ramazanit, që të jemi të vazhdueshëm në adhurimin ndaj Zotit te bareke ve teala. E para të nderuar xhamat që duhet ta marrim nga fundi i Ramazanit, cili është kujdesi për fundin e mirë. O shumë rëndësi të nderuar xhamat që ta mshelna me të mira. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, innamal a'malu bil khawatim. Veprat e Allahu nuk matën ndryshe pos me fund. Khatm edhe khawatima vula. Ti mundesh me përgatit këtë dokumentin, e ban deftesën krejt, ama pa ta nu vullën, ata që ka du të me ta nu vullën, e zvlen ajo. Apo, shumë gjëra pa vull nuk vlen. E fundi i njerit. Qashtu që shë fundi që ajo a vullë e tina. Që shë fundi që ashtu a vullë e tina. Për këtë arsye edhe në fund Ramazanit, na du të më konë ma të mirë se në fillim. Se shtash vlonë vullat, tash danë shpërblimet. E që shka mundësi njani për neve mi dhanë hëz, edhe me murë hujum fillim të Ramazanit, kur kur ndahen shpërblimet, kur ndahen të mirat, na më kanë plokës, më kanë dembel. Jo, na jemi tash në fundin e betejës, në fundin e mejdanit. Apo, arabët për para e kanë bërë garat me kuaj, edhe i kanë stërvit kuajt, që kur të mënije në fund, edhe shpesher i kanë thënë, sikur dy kuajt në fund. Sikur dy kuajt në fund. Pse? Se në fund, kuajt që ka garojnë, ata që aty e përcaktojnë cili ka me fitue. E tash të na njerëzit të ndërum gjëmat. Kur përcaktohet kush ka me fitu? Në fund, jo rastisht nata e kadrit anë dhejsin e fundit. Pavarësisht do më dhanë se na nuk i dina cila. Shumë sahabe kanë thanë, ndoshta është 27, sikur që është shumë prej tyre që kanë përmend që 27, do kanë thënë 25, do kanë thënë 29, e kështu me radhë. Mirë, po sidoqoftë, ajo në dhejsin e fundit, pse nuk ka 20 e parë? Për shka? Se që tu në fundi duni mu 20 dit Allahu në ka liru. Ani ju merni, ama në fund banu hazër për në fund. Andaj, le ti kushtojnë të ndërun xhamat kujdes fundit ton. Dërsa i e gjallë, kur gjon garancë nuk ka. Dërsa i e gjallë, kur gjon garancë nuk ka, që kush ka thënë Abdullah ibn Mes'udi, fa innal hayya, ai cili janë i gjallë, nuk ka siguri nga fitnja, nga sprova, nga testi. Lutim Zotin e Madh ta ruani imanin ton, ya rabbal alamin. A dhe kjo është që duhet ta mësojmë fund Ramazanit, rëndësia që shpem shel në këta. A kena me pas bajram në fund, apo nuk kena me pas? Qysh të ndërnu? Na mas Ramazanit, na kena me pas bajram, ama në akhirat? A kena me pas në fund të jetës tonë bajram, apo të ndërnu në gjemat? Sot dunja e ka 8 miliard njerëzi.
A e kanë këtë bajram? Jo, 6 miliard s'kanë bajram. Apo, atë mos çuditmi, si shumë prej njerëzve në ditën e Kiametit s'kanë me pas bajram ata. Nuk i prat kurkush me të mira ato. Lusim Zotin e Madh Allahu mos ta bën për tënve, po na bën për atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet melekëve ju thot tibtum fadkhuluha khalidin. Jeni ka njerëz të mirë, hini në xhenetin e Zotit e gëzofshi me të mira. Allah na bëf fitën ya rabbul alamin. E dita të nderuar xhamat, çfarë duhet bëjmë? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në fund të Ramazanit i ka dhënë më shumë zor, më shumë hujim, më shumë zell, më shumë dëshirë ka punu se sa në fillim. Sepse se tash është fundi. Andaj çfarë duhet? Kur të mërish ka fundi, më shumë, për shembull, të ndërum xhamat. Kur je i ri, ti e di se duhet me dhënë sadaka, minimum jetimat, apo e di, po të dhimbën apo, se i thu ka dalë, se i kam ato të mia, kafët, dalmët apo. Kur të bëhesh ma plak, të bin dosene. Shumë që i të bin, çka bën? Je ma, apo e shef se njëri ma le thot, a jep, se kjo ma plak. Tu shku ka funi, du të mi rrit punë të mira, se ti pak e pëshekije. Ma pak e pëshekije. Dhe jo me ndodhe kundër ta, që ndodhe shpesh herë të njerëzit. Aj tu u plak, tu shurudit. Tu u plak, shplot për njerëzve. Sa ma shumë vjetët, ka dale se nezun e mora vesh, ka i shka në dunjaja. O ti tu e mor vesh, vëlla shkove, mo. A në po shkojnë anë ti tu e mor vesh, për këtë arsye, shiko. Natë ka fundi Ramazanit, të ndërum xhamat. A u pjekëm mo, a kuptum çfarë vlerë ka. I hapi zor tash. I hapi zor. Kur dil për para Zotit xhelel xhelalu në namaz, harroje me shako jashtë. Harroje kur dush Allahu Akbar, harroje a ekziston dunjaja. Ti ke thënë Allahja më i madhi. Mos thuj a zgat, a shkurton ashka. U kri unë me Allahun xhelel xhelalu jam këtu edhe kam u fal derisa të falet imami. Po këtë arsye, dhënia e peshës dhe zellit dhe rëndësijës në fund. Rëndësia e funit, pastaj shtimi i zellit. Kjo është të ndërum xhamat, shumë rëndësi për neve Ramazan. Tjetra të ndërum xhamat, shiko. Du ta kuptojmë të ndërum xhamat se fundin e mëson edhe diçka. Llogaria. Në fund kena më marrë llogari. Në Kur'an i 6 shtillave të imanit, 2 theksohen sa herë. 2 theksohen sa herë. Edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, munafikat kur kanë dashur mi bin sahabët, që edhe ato besojnë, hiç pa besue, çka kanë thënë? Çka kanë thënë? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Çish mi bin? Ka thënë na besojnë Allahin dhe ditën e fundit. Ama kjo, të besosh në llogari dhe të përgatitesh për llogari dalloj. Një njeri që beson në llogari, patjetër e ka mu përgatit për llogari. Nuk mundesh ti me e ditë se kanë me ardhur për shembull me ta inspektu dyqanin tan dhe kanë me ta lip tije tatimin e tatimit edhe para 27 vjetëve çka kishite, çka ki bleje, ku i ki tatimet, e njëri më thon, po na shta edhe zvin. Po edhe s'ka nevojë shumë u bë hazër. Po jo vetëm mshirin dyqanin. Ata mshirin dyqanin, sanksionojnë, ndëshkojnë. E para më ditën e Kiametit të ndërum xhamat. Ka thënë Umar Khattabi radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merrni pak hesab vetën para se më u mor diku tjetër. Apo kur e çete ke pak në terezi vet, ti e bani për llogarie, mos ani thotë hini tash, llogarit. Por këtë arsye, ky fund i Ramazanit duhet me na kujtuar edhe fundin kur dalna për para Zotit. Që shka me kanë ajo ditë të ndërum xhamat kur dalna para Zotit. Për kanë kena mu kap. Kush na ndihmon? Kush na ndihmon? Allahu subhanahu wa taala shpesh herë në Kur'an u ka thënë edhe pejgamberëve që mos bëhet mohabet për të tjerë. Ma lakum min Allahi min waliyyin wala nasir. Allah do ditën e Kiametit s'ka dikush që ju ndel mbrojtje, e as s'ka dikush që ju del krah. Njëri këtë dunja e ka me krah, atë filanin, alanin apo këtë punë disos me njerëzit. Ditën e Kiametit të ndërum xhamatat Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa kullun atihi yawmal qiyamati farda. Si cili Allahit ka me dal para ti vet. A keni pa të ndërum xhamat kur shkon në udhtim me grup? Keni udhtu sigurisht. A për hax, a për umra, a për Turqi, apo dikon me grup kur shkon apo? Shkon me grup edhe shkon këtë cilat i ban bashk, Edhe kur të mrish te aeroportin ku finja ti çka thonë? A sot banë pasoshin hazër tash vet na morin. A dush me kallu vet. Po na grua, hani grua, bëmi bashk para panena. Apo, ama çka thot? Jo, tash vet. Nuk mundesh të thon, unë jam mësuar me 100 vjet, do të bërë pasoshin tan. No e gishtin tan.
Të ndërum xhamat, shiko në këtë dunja, shembuj sa dush. Para në ditën e Kiametit. Apo unë jam konë me çeto se di kam kanë çu këtu mua. Ti mend ku i pa, do bëmë gishtin tan. A e ke pa gishti jot i vetmi pi 8 miliardëve kur ku nisoj nuk ka. A mundesh me thon, penoj be, çat plakin mos e gush se një gisht e kena. Jo, ata çetër gusha. Apo, a unë ti me nuk gishtin titanin me dal si rati hu. Jo, te ke pa në kompjuter. Ta ke në gishtin, thot, tamam ti kokshë. Hajde. Nëse s'ki probleme. Të ndërun xhamat dita e Kiametit është edhe më e trishtueshme kur na ndalin vet. Kur kush s'ka, kur kush ka inimon. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Njeri atë ditë ik pi mikut vet, pi vllaut vet, pi nanës vet, pi babës vet, pi vladit vet ik. Ç'sho kjo mund që të ndërun xhamat. I kanë bërë disa sondazhe, teste për ta kuptuar se s'mundet njeri me duru kur ti vjen në goc, në lëkur, Kanë bërë test. Kanë marrë kafsh të ndërum xhamat, kanë bërë test. Çka e keni këto testojnë? I testojnë vazhdimisht gjërat. I kanë marrë për shembull një kafsh, apo edhe e kanë marrë kafshën me të voglin e vet, majmun me të voglin e vet. Edhe i kanë shtimë në një kabinë nxehtë. Nxehtë apo? Edhe e kanë bërë nxehtin nërfuni, pi nërfuni vjen nxehti. Edhe vazhdimisht i vjen nxehtë, edhe ky majmuni e marr këtë voglin e vet edhe e mandor, mos xhegët. Mos xhegët e vladi. E mandor e ama nxehti fillon me i hipim nëna. E doron, e merr një anë, çetron. Dikur kur mrin kulmi nxehtë, zdurohet mo. Të ndërum xhamat, çka? Njëra ki pa, mundohet vazhdimisht e vladi mos ani unë vrana, ki mos vrana. Ki mos vrana, ki të jetë mirë, apo? Ki mos ta thajë dorën, ti ja ki pa, ai ti pe vladi ti për mikrihet, ta thën krijen ti kap vesha, ti i vogla e toleron, apo? Me ta bodën i madh ashtu del belahi. Ama i vogli, le fale Allahut, apo? Mos vrat ai. Ti copa bosh, e thën dorën, veç tu ki suvrajt, mirë suvrajt, apo? Pasi fillon nxehtësia e madhe, e kap dvoglin e vet edhe shtënërfuni. Vlladitet pak për veti. Të ndërum xhamat po para me në ahiret. Kur ta shohë njerëzit xhenemin, se merë thot me babe, merë rështin e këta, pse me jone, se gjek shumë. Por këtë asyje, let në mëson ki fund, që jemi nga fundi, apo edhe pse kemi edhe disa ditë deri në fund të Ramazanit, por ta mësojmë këta të ndërum xhamat, se një ditë pi ditëve kena me dhanë vallahi llogari. Këtë na që ta e besojna, na e besojmë pi bazave themelore të besimit në Zot, cile ai si mos na morën llogari, pa i sa Zot, ai shka së të marr llogari. Ja me thonë këshire, kjo boll i madh, po së ne marr kërkon llogari. Ja, si mos morë llogari. Ai prej bazave e ka me na morë llogari. Tërgjiuneha in kuntum gajra medinin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, në që ja u marrë menja juve që s'kini mundësi me morë llogari, mos e lëni njerin me vdek. Ja, e shë njerin parasive të dek. Parasive dhe vdes. Edhe jep amanetin. Allah në mësot me dhonë me iman, ja Rabbul Alamin. Për këtë asyje, let jetë ky fund, apo ky varg i fundit, i 10 i fundit i Ramazanit, një përkujtues i mirë për hesapët tona, merë hesap vetën të ndërum xhamat. Nalu të shtëpia dhe kujti ki bozullum Hasan al-Basri, thot rahimahullahu ta'ala, besimtari nalët të shtëpia dhe për një llaf e merr vetën llogari me orë të tëra. Pse ja thave filani, thot se e ranove, vetë si thot. Apo, pse i thave? Ka thonë dhe këta e ka përmendë Allahu në Kur'an, fala uqsimu bin nafsil lawama, betohem në shpirtin qërtues. Ka thonë është ai besimtari cili shkon në shtëpi natën edhe e qërton vetë, thot se ve ranove filanin. Nashtaj tash ka siklet pjati llafit tan, po na të ndërum xhamat, asgjë matna. Po be thot ta kana prekaj për një llafa. E ki padena e ranon njëri shpirtin ja xhega vot, edhe ti thu e kisha ranuar pak. Valla e kishe prish ditën, e javën e muin, e atët për di llafe kana prishaj. Po me shka prishëm, shka deshte ti mi bati ma gjënë, dhe ma shumë se llafe, qka dashte me bëhe? Për këta syje, dhe me konë besimtari shumë preciz, shumë i kujdesshëm, qka të bëhe ka dale vlo, mës bëna gabim. Pse? Se ti të ka përcen, ama vend dita, shiko dhe qeveri që ka bëjnë të ndërum xhamat. Njëri ka pushtetin, apo, po të mu kur kush së në banë kur gjonë, shkele, prete, qizmën e vorë dhe ka. Ama ndrojnë mua betet, vend qeveri tjetër, sultan tjetër, mësa një qaj shka u konë sultan e ngërën zhjag. Për me na ka dhu Allahu qka? Ju til mulke me njeshe. Allahu ja pushtet kujdoje. O jenë zja,
Edhe e shkull sa i se jep. A e keni po, i jetën e japi pushtetin se jep. O jenzi'u l-mulke. Edhe ja shkull pushtetin, pikuj doje. Allahu i ka kitë punë të vetë në dorën e tina. Po para me ndonë se neve s'po na intereson kjo botë të ndërum gjëmat. Qish kena me jadol për para Zotit Gjellë Gjellalo. Kur dale i dopti me të fortin, edhe ti thoje i dopti, o Allah, në dunja s'kam pa forcë. Të mirë da vesh me ketune. A cullak, mbreti cullak me mbret, ta ullë Allah, thot, mërë vesh. Mërë vesh. Kini vakt, 50.000 vetë kini. A i sa vakt ka? Sa vakt janë është atje. Po këta syje, sa ma pak zullum të ndërum gjëmat, sa ma shpejt ka përsejnë atje. Kjo është të ndërum gjëmat që ne përcjellë Allahu subhanahu wa ta'ala në përmjet fundit të agjerimit. Tjetra të ndërum gjëmat. Një mesazh për fundit Ramazanit, që duhet të marim. Cili jo? Na nuk duhet me adhuru sezonat të ndërum gjëmat. Nuk duhet me adhuru periudat, as epizodat, por Rabbul Aleminin. Na jena të lidhë për Zotin, jo për vaktin. Vaktin animon ka njerë. Ramazan, për shumë, na edhim që Ramazan shlohet rahmeti, qelën dyrë të gjennetit, mshelën dyrë të gjenemit, e lidhën shejtan, e lidhë barkin me agjërim. Kitë mirat në botë janë shlume. Jo rasisht edhe gjamiat e muslimanve mushëm shumë ma shumë. Apo, a kini pa mas bajramit. Ajo gjanimat veç ka një mjarë mjada, se ndrishtë s'qish mi u pruhe. Zvin, që i kitë gjamiat që kjo, apo, a mi pas ka një mjarë me në që vin ketë. Wallahi vin ketë. Bile nuk e le hoxët ato gjë, problem Allah, gjithë ato pare. Pa Allah i kam shef të ndërum gjëma. Me ne i pasbo Zoti madh me na dal neve atje, akonti, vazhdimisht të punu këtu, a gje me lexue, shumë i shkon problem. Problemi shkon mësë më falë, apo. Para me ndo të ndërum gjëma, gjdo namaz ka falësh, ti vesh në gjep mi po ka një mjarë, vetë me të dalë. Ha? Allahu ekber e banë në jetë mi falë 70.000 namaze. Apo vesh të mushët gjepi. O të ndërum gjëmat, kjo nuk ka në i gare. Për nga me lejtë sëllatë ka thonë, gjdo të spitë Allahu gjële është farë mbjellje e tokës gjenetit. Kër e ka pa Ibrahim a.s. në qilë në Isra dhe Mi'raj. Isra dhe Mi'raj që ka thonë, bani selam, Ibrahim a.s. ka thonë, bani selam umetit tanë. Fjala subhanallah është mbjellje e tokës, e vadit tokën, e qëtë varën, atje e korë, a mëna ngutni, të ndërum gjëmat, a shpërblim i Ramazanit, a një ditë bajrama, shpërblimi 30 ditëve, 29 ditëve të Ramazanit, a është veç një bajrama, jave, a i shka na shepi përja shka thot, shka fitun be që të që agjurun, po festojnë me dhe një hajnë baklak të për bajram, jo, gabim e kje. Bajrami të ndërun gjëmat, kërë kanë komentu ulemat e muslimanve, kanë thonë, qëka në bajrami? Festa e bajramit. Kanë thonë djetarët, bajrami është vetëm stabilizim i emocionit muslimanve, mos të degradojnë nga mërzia e madhe. Ne ka obligue, ne ka po farz më gëzue. A di pse? Ka thonë, qire, 29 dit, 30 dit kini agjurue, kini mërzi me elan. Mërzia. A shka e ka shiju e ka mërzi, këtë knasi se ka kërkun. E Allah subhanahu wa ta'ala prej mirësisë të ti, mëshirës e ti qëfar ka thonë, obligim e kini farë në bajram. Për këtë arsye, kur o haram me agjurue në ditët e vitit? Veç për bajram, haram me agjurue. Do më thonë, nëse njeri agjuron në bajram, a i ban gjunat të Allah. Që njërë më thotë, unë e vetë duhe dhe bajramin të agjuroj. E di, o vla, si kishe fitu me Ramazan, që leje bajramin, preshem bajram. Po pse ka po Allah bajramin? Shpërblim, a ekuilibër, qka ekuilibër? Mos mërzi kam të madhe. Apo, a keni po njëri kur ka deke, na mojmë ketë u gjumë, bojmë gjemati, familjar, t'i rapim gajret. Qka në gajret? Që androjmë gjendjen, gajerahu, me andru gjendjen, vaj ka mërzit madhe, ne shkojmë, mosu mërzit, sabër, vla, ta, Allah, o t'jemi ta, kena më këti, pse, sa i mërzi ka, e bajrami që këtë role ka. Ama nuk është problemi e nëzve në khirat. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala hadith kudsi, ene e dzibihi, veç unë është përblej, lusim Zotin e madhë Gjelle Gjelalu, me krete emat e ti të lartë dhe cësit e ti të larta, që Allahu subhanahu wa ta'ala kontributet tona mos t'i qonë hoqë jarën bëllë alemin. Gjdo në agjerim që ka e kena bohe, gjdo namaz që ka e kena bohe, gjdo taravit që ka e kena falë, dhe inshallah do t'a falë mi namazin edhe pas bajramit, na jena musliman para Ramazanit, në Ramazan edhe mas Ramazanit. Mos e harroni Zotin e juve edhe në pas bajramit.
kujton e xhaminë, viziton e xhaminë, agjëro doni ditë, edhe të haneteta mirë ma xhuruar, edhe ditë të bardha mirë ma xhuruar, edhe doni ditë kur je pushim, sa kusht me çel televizorin, mundesh me çel Kur'anin, me lexu fjalën e Zotit, lajmët e Zotit, ai keni pasur na shpeshar shlomi lajmët thot. Se pa këta shteti shkon këtë hoç, apo shlom edhe të shim, këtë kur kush mos fole, se ena të ngu kur thotë se di çka të ndodh, u ka të llovit thot diçka. Po për të llovit e dina valla, po çish me ndrejt, se për të llovit e dina, me të llovit kur sa bo. Inshallah Allah i ruan musliman kudo që janë rabbul alamin. Mos azhasim të ndërum xhamat, elusim Zotin e Madh xhelal xhelalu, që Allahu t'i fal gjunat tona. Allahu gjunat tona af edhe maghfirat t'i ban ya rabbul alamin, na i shkruan emrat tonë banor të xhenetit. Inshallah na i fshin emrat tonë për banorëve të zjarrit, kontributet tonë Allahu t'i pranon me qabullin e tina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.